Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Katolikët dhe ortodoksët festojnë lindjen e Krishtit, besimtarët marrin pjesë në mesha tradicionale mes lutjeve për më shumë paqe, dashuri e solidaritet. Festat e fundvitit sjellin prenotime në masë, sidomos nga të huaj, çmime konkurruese mbushin hotelet në destinacionet kryesore të vendit. Jemi qërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Besimtarët e krishterë festojnë Krishtlindje, një nga ditët më të shënuara të kalendarit kristian. Katolikët morën pjesë në meshën e zhvilluar në katedralen e Shëmbalit, ndërsa ortodoksët u bashkuan ritualeve fetare në katedralen Ngjallja e Krishtit. Klerikët ndanë urimet e tyre për festën, duke bërë thirrje për kthimin te drita e Zotit. Katedralja Ngjallja e Krishtit në Tiranë priti besimtarët ortodoks me meshën e veçantë të Krishtlindjes, një ceremoni e mbushur me lutje dhe adhurime. Që prej orëve të parë të mëngjesit, katedralja hapi dyert për besimtarët, të cilët morën pjesë në ceremoninë kushtuar lindjes së Jezu Krishtit, në një atmosferë reflektimi dhe shprese. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, shkruan Shën Joan Ungjillori. Këto fjale përmbledhin dhe shprehin kuptimin e festës së Krishtlindjes në mënyrën më të thellë dhe më të përsosur. Gëzuar Krishtlindjen dhe për shumë vjet dhe një vit të ri të bekuar. Pas përfundimit të shërbesës në sallën e pritjes, Imzot Joani, kryepeshkopi i Tiranës, durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, nda urimet me besimtarët e shumt. Të krishterët u lutën për më shumë paqe e mbarësi. Gëzuar për shumë vjet dhe mbarësi për të gjithë. Gëzuar Krishtlindjet, Zoti të bekojë gjithë shqiptarët, gjithë krishterët anë ban. Gëzuar për shumë vjet Krishtlindjet, një vit i mbar me paqe e begati për të gjithë. Gjithë shqiptarëve i uroj t'ja kalojnë domethënë këtë vit të jetë i mbar për të gjithë mirat, për të gjithë shqiptarët. Ndërkohë, besimtarët katolik morën pjesë në meshën e rastit në mesnatën e 24 dhjetorit, mes lutjesh dhe në ndritën e qirinjve. Ata u mblodhen në katedralen Shëmpali në kryeqytet për të kremtuar Krishtlindjen, e cila përcjell mesazhe dashurie, shprese dhe bashkimi. Në këtë natë të shenjtë, ndërsa qyteti i Tiranës pushon në heshtjen e dimrit dhe dritat e katedrales së bashku me Betlehemin e Krishtlindjes, ndriçojnë si shenja shprese, edhe neve jemi mbledhur këtu si populli i hyjt për të soditur misterin që qëndron në zemër të fesë sonë. Biri i hyjt, Jezu Krishti, është bërë njeri, ka hyrë në historinë tonë dhe ndan me ne brishtësinë e jetës njerëzore. Kjo fest, që shënon lindjen e Jezu Krishtit, mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit kristian. Një aksident ndodhi pas ditën e kësaj të enjte në aksin rrugor Bulqis-Peshkopi. 2 automjete u përplasën kokë me kokë në vendin e quajtur Ura e Vocit në fshatin Vajkal. Njëri nga automjetet po lëvizte në drejtim të Bulqizës dhe tjetri në drejtim të Peshkopis, kur janë përplasur në rrugën që lidh lagjen e vjetër të Bulqizës me rrugën e Arbrit. Si pasojë e përplasjes, 2 persona mbetën të lënduar. Në vendin e ngjarjes mbërriti autoambulanca e spitalit të Bulqizës. Kjo zonë konsiderohet njolla e zezë e rrugës Bulqis-Peshkopi, ku janë regjistruar shumë aksidente dhe fatkeqësisht ka patur edhe humbje jetësh njerëzore. Operatorët turistik thonë se prenotimet nga të huajt për të kaluar festat e fundvitit në Shqipëri janë rritur, ndërkohë shumë shqiptarë kanë zgjedhur destinacione të ndryshme jashtë vendit. Periudha e festave të fundvitit gjen shumë turistë të huaj në Shqipëri për të festuar. Kemi disa tregje që kanë një tradicionale pra besnike që vjen për vitri, siç është tregu i Kosovës që diskutohet, kemi tregun bullgar, maqedonës, zakonisht e fundit shtuar tregu italian. Këta janë tregje që ka kërkesa dhe rezervime edhe për sa i përket Krishtlindjeve dhe vitrisë, sidomos vitit të ri. Po ka Tirana që tashmë ju e dini është bërë një destinacion gjithë vjetor, Durrësi,
për shkak të komoditetit të hoteleve që ofrojnë facilitetet edhe hotelet më dha, ka Vlora, edhe ja pasho ka filluar dhe 2 vit, 3 vitet e fundit, ka dhe Saranda, ka Shkodra, disa zonë malore, si që është Thethi, Valbona, etj., pa diskutim që kanë edhe këto. Arsyet që i shtyn të huaj të vinë në vendin tonë për festa janë çmimet që ofrohen, por edhe shihet e kuzhinës shqiptare. Vinë për klimën e butë, kryesisht nga vendet e ftohta le të themi. Vinë për sa i përket shijes që jep kulinaria shqiptare, patjetër që vinë për çmimet, se nëse ti shkosh në Itali, në hotel të mirë, për shembull 4 yje plus 5 yje, domethënë do kemi një çmim vetëm për natë vitit 300 euro, 250 euro, 350 euro deri në 400. Nësa këtu një kode tjetër më shkojnë për gjithë pjesën e komandimit për fshetan të vitit të ri. Në eksperiencën time, çmimi pothuajse ka qenë i njëjtë me nivelin e vjetshëm. Po të llogarisim edhe ndryshimin e kursit, mund të them që mund të jetë disi më ulët çmimi, kryesisht kush vjen nga vendet e lindjes, i duket disi shtret edhe kërkojnë të negociojnë gjithmonë. Kush vjen nga vendet e perëndimit, domethënë me 200 euro kalon 3 ditë shumë mira një person në Tiranë, kështu që i duket lirë. Në krahun tjetër qëndrojnë edhe shqiptarët që zgjedhin të festojnë jashtë vendit, duke udhëtuar kryesisht drejt vendeve të Evropës perëndimore, por nuk mungojnë as destinacionet e largëta aziatike dhe egzotike. Mirat të moshuar janë detyruar të kalojnë festat e fundvitit në vetmi. Fëmijët e tyre ndodhen në imigracion dhe në shumë raste ata nuk kthehen dhe pranë prindërve. Ndërsa për shumë familje 25 dhjetori është një ditë feste dhe bashkimi, për mirat të tjerë në Shqipëri, Krishtlindja kalohet në vetmi. Janë të moshuari që jetojnë vetëm, mes tyre edhe Veli Jaçi, fëmijët e të cilit janë shpërndar në përbot, ndërsa festat i kalon me bashkëshorten. Bashkëshorten edhe asgjë tjetër, të kemi të gjithë jashtë. Goca ka 10 vjetë në Amerikë. Këto të tjera janë në Greqi, në Angli, edhe kështu që neve këtu jemi. Po dhe ne si moshe tretë, e njëjta gjashtë. Edhe ne na mungojnë fëmija, na mungon shoqëria, vëllezëria, të gjitha. Edhe kalojmë me këtë hem ose si gjithë të tjerë dhe neve. Për fëmijën, Zoti u bëftë mbarë me qenë se ikën dhe të shikojnë punën e tyre, neve tani për ne s'janë me fëmija. Si ai janë shumë të moshuar që presin festat pa praninë e fëmijëve, të cilët nuk arrin të kthehen pranë tyre. Njëri është në Angli, tjetri është në Austri. Dhimbja është e madhe, po kënaqësia është e madhe se ata janë shumë mirë atje ku janë. Ku kanë nënë që nuk e ndjenë mungesën e fëmijës, patjetër. Miti kanë në Kretë, në Greqi. Për sa vitesh i ke jashtë fëmijët, a ndjet mungesa e tyre në festat e fundvitit? 30 vjetë, më mungojnë shumë. Ka dhe nga ata që mezi presin të takojnë fëmijët gjatë ditëve festive. Jo, i pres vinë, çdo vit, po se bën familje nuk quhet vit i ri për ne. Po, mbaret nga puna që ka. Zakonisht vjen, po si vjet nuk vjen. Mungesa, tash i vejmë pjatën atyre, hajde se toke me hajde se nëse janë këtu. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 103.000 persona në vend jetojnë të vetëm, mbi 62% e tyre janë mbi moshën 60 vjeçare. Për shumë nga ata, festat thellojnë ndjesinë e mallit për të afërmit. Në një ditë që simbolizon dashurinë dhe bashkimin, Krishtlindja për disa të moshuar mbetet një ditë e vetmuar, duke na rikujtuar nevojën për më shumë kujdes dhe solidaritet. Zyrat ku kryhet aplikimi për karta identiteti, Identitek, do të jenë të hapura edhe të premte në të 12 qarqet e vendit, ndonse është ditë pushimi zyrtar. Këtë e njoftoi Ministria e Brendshme për shkak të kërkesës së shtuar për pajisje me dokumente identifikimi. Zyrat e aplikimit do të jenë të hapura nga ora 9 deri në 12, ndërsa në Tiranë do të jenë 2 njësi në funksion, njësia 2 dhe 4. Nxënësit më të mirë në mësime, sportistët më të dalluar, si dhe grupet muzikore janë vlerësuar me çmime nga Bashkia e Himarës. Mbrëmja festive u shoqërua me këngë valle si pjesë e aktiviteteve të fundvitit. Mbrëmjen e së mërkurës Himara çeli siparin e aktiviteteve në kuadër të festave të fundvitit. Këngë, valle dhe muzikë polifonike shoqëruan natën e Himara Excellence Awards, një aktivitet që përfshiu të gjitha grupmoshat e qytetës turistike.
Yjet e ekselencës himariote u ngjitën në skenë, ku u shpërndan më shumë se 120 çmime, ndërsa nxënësit e shkollave përbënin kategorinë më të madhe të vlerësuarve. Me rezultate të shkëlqyera në mësime, nxënësit u nderuan me titullin më të mirët. Kultura ishte një tjetër fushë vlerësimi, ku vend të veçantë deri zuri grupi polifonik i Pilurit dhe ai i Himarës. Ndërsa në sport, Bashkia kishte përzgjedhur ekipin e vajzave të volejbollit të gjimnazit, të cilat kanë dalë fituese në të gjitha kompeticionet sportive të zhvilluara me ekipet e shkollave të vendit. Ndërsa këngëtarja Besa Kokdhima performoi duke përcjellë emocione në skenë. Himara nuk është vetëm plazhi, nuk është vetëm kalat që ka Himara, bukuritë e tjera natyrore, nuk është Himara vetëm këngë, nuk është Himara vetëm peizazhe të bukura sikur se theksova, po Himara është dhe vendi që formon njerëzit. Dhe pikërisht kemi zgjedhur sot përveç të tjerëve të nderojmë dhe të vlerësojmë nxënësit ekselent të shkollave, të cilët janë krenari e Himarës, por janë e ardhmja e kësaj bashkie, e kësaj treve. Mëngjesi Krishtlindjes ka qenë i veçantë në Himar, një babagjysh që vjen nga ajri, një surprizë e bukur për të gjithë në një ditë feste. Rituali i përvitshëm i babagjyshit përsëri si vjet erdhi në Himar babagjyshi. Menduam që ta sjellim si vjet në një mënyrë tjetër, një formë tjetër, e sollëm nga ajri, vjet e sollëm nga deti. Gjithmonë çdo vit do të ketë surpriza. Kjo është një festë tashmë tradicionale për gjithë Krishtlindjet dhe babagjyshi. Në Himar ne është viti i dytë që po e organizojmë dhe e festojmë, dhe sikur se e patë gëzimi i fëmijëve në fytyrat e tyre ishte i qartë. Mes gëzimit të festës dhe këtij momenti të veçantë nuk kanë munguar urimet nga fëmijët dhe banorët e Himarës në këtë Krishtlindje. Atmosfera e Krishtlindjes nisi mbrëmjen e së mërkurës me koncertin me muzikë klasike në sheshin Skënderbej. Aktivitetet të ngjashme u mbajtën edhe në Korçë e qytete të tjera të vendit. Mbrëmjen e dieshme, Bashkia e Tiranës organizoi koncertin festiv të natës së Krishtlindjes, Tinguj dhe Fjalë, duke kthyer sheshin Skënderbej në një skenë të hapur të muzikës klasike, elegancës dhe emocioneve të festës së shenjtë. Në ndërtimin e dirigjentit Armand Broshka, Orkestra Simfonike solli për publiku një program të pasur artistik me vepra nga kompozitorë të mëdhenj, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë e festive në zemër të kryeqytetit. Mbrëmja festive u ndoq nga qytetarë e vizitorë të huaj, të cilët përjetuan një Krishtlindje me muzikë të përzgjedhur në zemër të Tiranës. Nuk mungoi atmosfera festive as në qytete të tjera të Shqipërisë. Mbrëmjen e dieshme për korçarët dhe turistët e shumtë që kishin zgjedhur qytetin më të madh në juglindje të vendit, u mbajtën 2 koncerte. I pari Kitarat e Korçës dhe i dyti me këngëtarët e rinj të qytetit. Të 2 koncertet sollën atmosferë të jashtëzakonshme në pedonalin e qytetit, duke tërhequr vëmendjen jo vetëm të vendasve, por edhe turistëve të shumtë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur dhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natë e mirë.